Përshëndetje. Sot jemi në episodin e dytë të podcastit. Unë quhem Viola Rush, jam aspirante në shkollën e drejtorëve. Si pjesë e praktikës time, pata mundësinë të realizoj një podcast në shkollën Stavri Themeli, ku sollëm në vëmendje përvoja të suksesshme nga jeta shkollore. Ky aktivitet më ka ndihmuar të forcoj aftësitë komunikuese dhe të kuptoj më thellë rëndësinë e bashkëpunimit në një institucion arsimor. Sot ne kemi menduar që në podcastin tonë të ftojmë mësuese e arsimit fillor, Fabiola Trebicka. Përshëndetje, unë jam Fabiola Trebicka, mësuese e arsimit fillor dhe kam kënaqësinë të jap të intervistë për aspirantët e shkollës së drejtorëve. Të falenderoj shumë Fabiola dhe është kënaqësi dhe nder i veçantë që ti do na pasurosh sot bisedën me vlera të vërteta. Ne përveç mësuese Fabiolës kemi përzgjedhur dhe i mësuesin e edukimit fizik Gentian Sulemani që do jetë disa minuta më vonë do në bashkohet pjesës sonë. Gjithashtu kemi dhe aspiranten tjetër, Sonila Jautlari. Sonila, përshëndetje. Përshëndetje Viola, faleminderit. Përshëndetje, unë jam Sonila Jautlari, aspirante në shkollën e drejtorave dhe sot kam kënaqësinë të marr një intervistë një mësuese të veçantë, e cila dikur ka qenë një nxënëse në shkollën Stavri Themeli dhe sot është një pjesë e stafit në mësimdhënie. Le të zbulojmë së bashku rrugtimin e saj. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta. Ju falenderoj. Së pari do të lindë pyetja, pse u përzgjodhëm vetëm ta dy mësuesë së shkollës? Ne kemi dhënë disa pika kyçe. E para, u përzgjodhëm sepse përfaqësonin disa modele suksesi dhe përshkushtimi në arsim, duke pasur një ndikim pozitiv dhe frymësues në komunitetin shkollor. Së dyti, kishin histori personale të lidhura ngushtë me shkollën, që sillnin emocione dhe vlera. Së treti, përzgjedhja e kufizuar ndihmoi në përqendrimin dhe në thellimin e mesazhit, duke ruajtur fokusin dhe mënyrën e koherencës së podcastit. Dhe së fundmi, koha e kufizuar e realizimit teknik dhe përmbajtëse kërkonte një përzgjedhje më të kujdesshme për të përcjellë mesazhe të qarta dhe të kuptueshme. Ju faleminderit. Tani, ne kemi menduar të ju bëjmë një intervistë të shkurtër me disa pyetje drejtuar mësuese Fabiolës. Si e kujton veten si nxënëse në shkollën Stavri Themeli? Unë veten si nxënëse në shkollën Stavri Themeli e kujtoj si një nxënëse të urtë, të dashur, të sjellshme, të komunikueshme si me shokët dhe shoqet e klasës, ashtu edhe me të gjithë mësuesit. Faleminderit. Ka ndonjë moment nga ato vite që të ka mbetur gjithmonë në mendje? Shiko, ka shumë momente që mua më kanë ngelur në mendje, por momentet më të bukura kanë qenë takimi i parë me mësuesen e klasës së parë, e cila ka qenë Rea Samara dhe unë e përshëndes, dhe momenti i dytë që më ka ngelur në mendje ka qenë festimi i festës së abetares, një festë të saj thjesht aq edhe e bukur. Çfarë ndjesi do ishte për ty, Fabiola, rikthimi në të njëjtën shkollë, por këtë radhë si mësuese? Shkolla Stavri Themeli, unë e thash, ka qenë shkolla ku unë kam hedhur hapat e mi të parë në arsim. Ka qenë shkolla ku unë kam marr dijet e mia dhe tani rikthimi në këtë shkollë është si të riktheshe në shtëpinë tënde. Kush ka qenë figura që të frymësoi më shumë për të ndjekur këtë profesion? Figura që mua më ka frymëzuar më shumë në këtë profesion, pa diskutim që ka qenë mësuesja ime e klasës së parë, Rea Samara, por edhe gjyshi im. Dua ta theksoj këtë gjë sepse që të dy kanë qenë njerëz me autoritet dhe njerëz me karaktere shumë të forta. Si do ta shihni ti, Fabiola, të qenit dikur nxënëse dhe tani rikthimin tuaj si mësuese? Çfarë ndryshimi do të vini? Po, ndryshimi është ky sepse më parë un kam qenë e ulur në ato banka shkolle, domethënë kam qenë e ulur në bankat e shkollës, ku un dëgjoja mësuesit e mi dhe zbatoja çdo gjë që më thoshin ata, ndërsa tani jam unë në anën tjetër të bankave dhe ajo që dua unë është që dhe nxënësit të më respektojnë ashtu siç unë kam respektuar mësuesit e mi. Të shpërblet me të njëjtin. Po, me të njëjtin. Cilat janë vlerat më të rëndësishme që përpiqesh të përcjellësh fëmijëve, nxënësve? Po, vlerat më të rëndësishme janë përkushtimi, durimi, përgjegjshmëria dhe kreativiteti.
Këto janë disa nga vlerat më të rëndësishme. Do kalojmë pak te sfidat dhe suksesi. Si mendon, cilat kanë qenë sfidat më të mëdha në rrugëtimin tënd si mësuese? Të jesh mësuese e arsimit fillor është një sfidë shumë e madhe. Dhe që në momentin që unë zgjohem në mëngjes për të erdhur në shkollë, pyetja që i bëj vetes është si do të kaloj dita ime sot. Dhe kjo është një sfidë shumë e madhe, është një përgjegjësi shumë e madhe, sepse ke të bësh jo vetëm me menaxhimin e klasës, por ke të bësh edhe me lloje të ndryshme prindrish dhe patjetër që duhet të jesh mjaft e kujdesshme si në komunikim, si në bashkëveprim me ta. Çfarë do të thotë për ty kur shehësh nxënësit e tu të shkëlqejnë më pas? Është një kënaqësi dhe një ndjesi shumë e veçantë kur të gjithë nxënësit që i ke pas kur sheh të gjithë ish nxënësit dhe ata të flasin me emocion, të falin dashuri dhe thon fjalët e mira për ty. Është një kënaqësi shumë e veçantë. Si e sheh të ardhmen e arsimit dhe çfarë ndryshimesh do të doje të shihje ti? Të ardhmen e arsimit unë e shoh gjithmonë në rritje, sepse duke qenë se po dalin breza mësuesish shumë të mirë dhe një nga ato ndryshimet që do doja të shihja, doja që të fuqizoj shumë roli i mësuesit në arsim. Çfarë këshille do t'ju jepi nxënësve të sotëm që ndërrojnë të kenë mësues në të ardhmen? Të punojnë, të durojnë dhe të kenë besim tek vetja. Faleminderit nga zemra për përgjigjet dhe mesazhet. Faleminderit ju. Shumë faleminderit Fabiola, Shumë faleminderit dhe ju. për përgjegjësinë që morët ditën e sotme. Faleminderit. Ndërkohë, ne kemi ftuar dhe 2 nxënëse të shkollës Stavri Themeli, janë nxënëse të klasit të 9. Është Maria Steçi dhe Elena Lera. Ju falenderoj vajza. Ndërkohë, po prezantojmë dhe mësuesën e edukimit fizik, mësues Gentian Sulejman. Faleminderit, profesor. Si kaloi dita sot? Dita jonë është në arsim, të gjithë e dim që është e lodhshme, ka të ngarkesat, por ka dhe kënaqësinë e vet. Ju falenderoj shumë për këtë intervistë. Dua me këtë rast të gjej vendin për t'ju falenderuar juve si aspirant të shkollës të drejtorëve për këtë podcast, i cili është unik në llojin e vet në gjithë qarkun e Korçës për shkollat nëntëvjeçare. Ju uroj suksese në rrugën tuaj dhe njëri ju falenderoj në emrin e stafit të shkollës, të nxënësve dhe të komunitetit të prindërve. Ju falenderoj dhe unë Fabiolën dhe Gentianin për mikpritjen dhe për dashurinë dhe për bashkëpunimin që kaluam gjatë gjithë këtij viti shkollor. Ndërkohë po kalojmë tek vajzat, kalojmë Elenën që do drejtoj disa pyetje mësuesë Genti. Atëherë profesor, si ishit ju si nxënës? Bani ndonjë zhurr në klasin e? Faleminderit për pyetjen. Unë besoj se në të gjitha kohrat fëmia është fëmijë, me ato çapkëndëqet e veta, me atë pjesën e shkallësisë të lëvizjes, por unë e mbaj mend veten si fëmijë të qetë, të komunikoshëm dhe i shoqëroshëm me shokët dhe me shoqet. A kishit ndonjë mësues apo mësuese të preferuar kur ishit në bangat tona? Mësuesët janë ata të cilët neve gjithmonë kemi patur çfarë të marrim prej tyre. Mësuesi që më ka lënë më mbresat më të mëdha ka qenë, fatkeqësisht nuk jeton më, quhet Gjergji Kotelli, një ish volejbolist i klubit Skënderbeu, një nga emrat më të shquara të volejbollit korçar. Dhe duke qenë që unë sot jam në rolin e mësuesit të edukimit fizik, pjesën më të madhe të ndikimit në mua ka qenë ai, me figurën e tij, me të gjitha ato që ai na arriti të na ngulite në mendje dashurinë për sportin dhe të gjitha me radhë. Mënyrën se si na mbante pranë, na stërviste dhe sot jemi këtu ku jemi. Po për sa i përket mësimeve, cila ishte lënda më e vështirë për ju? Ashtu si gjithë çunat që bëjnë sport, edhe unë nuk mund të jem pjesë e pandare tyre. Ne tipat e sportit, matematikën kemi patur lëndën që e kemi urryer më tepër. Pse vendosët të bëheshit mësues pikërisht këtu në këtë shkollë?
Mësues zakonisht nuk zgjedhin vendin ku duan të japin mësim. Shkolla është pjesë e një institucioni, siç është drejtoria arsimore, e cila e mëron mësuesit në përshkolla të ndryshme. Rrugëtimi im si mësues ka filluar në vitin 2003 në shkollën Novi Qilarxhi, më pas ka vazhduar në shkollën e mesme në klasë. Dhe në momentin që unë u emërova në shkollën Sabri Themeli, kam ndjerë një kënaqësi shumë të madhe, sepse ishte një lloj sikur kthehesha në fëmijërinë time, në shtëpinë time. Është një ambient ku unë jam rritur, jam edukuar dhe kënaqësia është e dyfishtë. Për sa i përket emocioneve, si ndjeni kur jeni në klasë, me nxënës në bankat ku keni qenë edhe ju vetë? Është emocion i veçantë, sepse tani, kur jemi në rolin e mësuesve, ne arrim të kuptojmë si ndjeshin mësuesit tanë. Ne tani jemi në role të ndryshme dhe çdo gjë është shumë e bukur. A ju duke ndonjëherë vetja sikur jeni ende nxënës kur ecni në korridoret e shkollës? Patjetër. Shkolla tashmë është transformuar, vitet kanë kaluar, gjithçka ka evoluar. Unë mund të kujtoj me shumë nostalgji ambienti ku tashmë ne kemi këtë podcastin ka qenë një sallë forca, të cilët mësuesit e edukimit fizik të asaj kohe e ngritën me shumë pasion. Por tashmë me kohën e re që ka ardhur me teknologjinë që është futur, ne patëm fatin që këtë sallë ta transformonim dhe tashmë të kemi një podcast në shkollë. A keni patur ndonjëherë një moment kur keni dashur të dorëzoheni? Gjatë jetës njeriu përballet me vështirësi, përballet me sfida, ashtu se dhe ju që sot jeni në këto banka shkolle, do të përballeni gjithmonë me vështirësi. E rëndësishme është që unë besoj njeriu duhet të gjejë forcën të kalojë këto vështirësi, duke patur një të afërm, një familjar pranë, një shok pranë, një shoqe me të cilin mund të shpreh dhe shumë e rëndësishme është që të gjejë forcën në vetvete, të përballojë. Cili është një nxënës që nuk keni arritur ta harroni dhe pse? Gjatë rrugëtimit si mësues kemi të bëjmë me shumë breza fëmijësh që tashmë rriten, por në çdo klasë unë them që ata që nuk harrojnë janë ata më çapkanët, ata më të televizorit. Po një moment i bukur në jetën tuaj si mësues, cili ka qenë? Momente të bukura ka shumë. Duke qenë pjesë e edukimit fizik, unë besoj se ashtu si për çdo mësues të çdo lënde, sukses quhet kur shikon që fëmijët e tu, nxënësit e tu arrin të fitojnë trofe kur përballen me shkollat e tjera. Dhe me mundim e me pasion jemi munduar që të bëjmë më të mirën, duke marrë më të mirën nga nxënësit. Dhe besoj se kemi arritur të fitojmë shumë trofe për këtë shkollë. I fundit ka qenë kampionati i futbollit të vajzave, ku kemi arritur të marrim vendin e parë. Ka patur shumë konkurse, shumë gara me bicikleta, gara atletikore, ku nxënësit tanë kanë arritur të japin më të mirën dhe unë besoj që kjo është suksesi, ose më saktë, kur fëmia, nxënësi përfaqësoj dhe arrin të dalë fitues, është kënaqësia më e madhe për një mësues. Çfarë do të na këshilloni ne si nxënës për të qenë të suksesshëm, jo vetëm për në mësime, por edhe në jetë? Çfarë këshilloj? Unë këshilloj që të jeni vetvetja, të keni një personalitet të fortë, të keni besim në vete, të ruani dinjitetin në çdo moment të jetës, të esni me parime. Në moment që njeriu nuk shkel parimet të cilat i vendos vetes, gjithmonë do arrit të jetë i suksesshëm. Si të bëhemi edhe ne ndonjëherë si ju, pra të kthehemi edhe të japim ndihmën tonë në këtë shkollë? Shkolla Sabri Themeli është nga shkollat me më shumë emër në qytet. Kam fatin që të jem një prej administratorëve të faqes të shkollës në Facebook dhe çfarë më ndodh? Më ndodh që më shkruajnë nga shumë vende të botës ish nxënës të kësaj shkolle, të cilët më thonë, profesor, të lutem, kam nostalgji, dua të vi të shikoj ambientin e kësaj shkolle se më ka marrë mali. Kështu që ajo këshillë që ju jap juve është që asnjëherë mos harroni shkollën nga keni hedhur rapat e parë. Në çdo moment shkolla është e hapur
Në çdo moment që ju të vini ta vizitoni dhe të jepni kontributin tuaj. Unë edhe një pyetje të fundit kam. A do të na mbani mend edhe neve kur të përfundojmë shkollën? Patjetër, kënaqësia e një mësuesi është kur nxënësit e përshëndesin në rrugë. Është kënaqësia më e madhe që fëmia nuk haron mësuesin. Të gjitha brezat kanë atë veçantinë e tyre, po unë gjithmonë uroj që të jeni të suksesshëm dhe të mbani me krenari të thua që unë kam qenë nxënës i stabrit themelit. Shumë faleminderit. Faleminderit. Tani kalojmë tek nxënësja Maria. Do jap disa mesazhe mirënjohje për mësuesit. Të të dashur ndjekës të rrjeteve tona sociale, shikues, dëgjues, të nderuar mësues dhe të gjithë ju që jeni pjesë e kësaj shkolle. Sapo dëgjuam një bisedë që nuk ishte vetëm një intervistë, por një udhëtim i ngrohtë dhe i vërtetë në kujtimet, ëndrat dhe përpjekjet e dy prej mësuesve tanë më të dashur, të cilët dikur kanë qenë nxënës si ne, në po këto korridore, po këto banka, në ndritën e kësaj shkolle që sot na bashkon. Historia e tyre na kujton se rënjët tona kanë forcë, se çdo ëndër që niset nga një klasë thjesht mund të marrë formë, nëse ka përkushtim, dashuri dhe kujtesë për nga janisur. Sot jem me fat që kem përballë shembuj të gjallë se si shkolla jonë nuk formon vetëm nxënës, por kthem pas mësues me zemër. Sapo mbaruam së dëgjuari një intervistë që nuk ishte thjesht një bisedë, por një rrëfim i thellë, i ndjerë dhe frymëzues nga dy figura të dashura për ne, mësues Genti dhe mësuese Fabiola. Dy mësues që sot janë pjesë e familjes sonë të përbashkët, por që dikur kanë qenë siç e përmendëm edhe më lart, nxënës të kësaj shkolle. Pjesë po këtij komuniteti dhe kësaj familje të madhe që ne po e ndërtojmë. Po e pasurojmë dhe po e zbulojmë akoma edhe më shumë çdo ditë me sytë tonë. Ata janë kthyer këtu jo vetëm si mësues, por si modele, si kujtime të gjalla të asaj çfarë shkolla i ka vënë dhe si dëshmi që ajo mund të bëhet me përkushtim, punë dhe zemër. Nga rrëfimet e tyre kuptuam që nuk ka asnjë ëndër të vogël kur lind në një vend me shpirt të madh. Ata na treguan se dritarja e klasës mund të jetë një dritare drejt jetës. Nëse ke mësues që të mbështesin dhe nëse ruan lidhjet me rrënjët e tua. Historia e Gentit dhe Fabiolës është një ftesë për të reflektuar, për të parë më thellë vlerën e çdo ditë shkolle, të çdo mësimi, të çdo pengese e sfide që na arrit. Sot ne patëm dhe kemi ende privilegjin që jo vetëm i kemi dëgjuar, por edhe kemi përballë nesh. Me mirënjohje për këtë rrëfim që na prek dhe na frymëzon, ne u dëshironim tani që të shprehnim mirënjohjen për gjithçka nga ato që na lindën natyrshëm dhe nga ajo që dëgjuam. Por edhe nga kurioziteti dhe admirimi ynë për të mësuar më shumë nga përvoja e tyre jashtëzakonshme. Së pari ju faleminderit mësues Genti dhe mësuese Fabiola. Faleminderit që nuk haruat që të ktheheni. Sot ju jeni më shumë se mësues, jeni frymëzim. Faleminderit, shumë faleminderit. Suksese. Në përfundim të kësaj interviste, do të falenderoj nga zemra mësuesit për kohën, sinqeritetin dhe përvojën e ndarë me ne. Ishte një bisedë frymëzuese që pasqyroi përkushtim dhe dashuri për profesionin. Si aspirante të shkollës së drejtorëve, kjo përvojë më forcoi bindjen se suksesi në shkollë ndërtohet mbi bashkëpunimin, vlera dhe pasionin. Mesazhi im është i qartë. Çdo mësues që punon me zemër është një histori suksesi më vete. Ju faleminderit. Faleminderit, sukses. Hajde, son.